Avokati Tom Gashi ka zbuluar sot mënyrën se si gjykata speciale mund të zhbëhet para se me përfundu punën e saj me ndaljen e fondeve. Sipas tij, kjo duhet të bëhet nga të gjitha shtetet. Gjykata speciale para se të me përfundu punën e vet mundet me u zhbë vetëm në një mënyrë, me u ndal fondet, ka thënë Tom Gashi. Në ato moment që u ndal fondet, por gjitha shteteve, nuk është më rëndësi që Amerika me Trump i ka ndalë përkohësisht, por shtetet e tjera europiane janë krejtësisht vullnetare. Askush nuk e detyron me dhënë fondet e caktuara për me funksionu gjykata speciale, ka thënë ai në një emision televiziv në Kosovë. Gashi më tej ka shtuar se kjo gjykatë është anti-shqiptare. Sipas tij, me ligjin e miratuar nga Kuvendi i Kosovës, vendi nuk do të ketë as dosje për proceset që janë bërë në këtë gjykatë. Duke folur për vizitën e Hashim Thaqit të njëjtën që i bëri babait të tij, i cili ndodhet i sëmurë në QKUK, Gashi ka thënë se refuzimi që i është bërë 3 herë ish presidentit të Kosovës ka qenë shkelje të drejtave të njerëzit. Sipas tij, shkelja më e madhe i është bërë Nasim Haradinajt, të cilit nuk ju dha leja të merrte pjesë as në varrimin e vëllait.